Shqipëria është rënditur si destinacioni më i mirë për të vizituar në vitin 2025 sipas një analize të platformës ndërkombëtare HelloSafe, e cila ka vlerësuar një sër vendesh bazuar në sigurinë, përballueshmërinë ekonomike, klimën dhe angazhimin në mediat sociale. Me një rezultat të përgjithshëm prej 75.8 pikësh, vendi ynë ka dalë në krye të listës duke u cilësuar si një perlë mesdhetare që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje ndërkombëtare si një alternativë preferuar ndaj destinacioneve të njohura si Greqia dhe Kroacia. Raporti vlerëson lart Bregdetin shqiptar, veçanërisht plazhet e jugut që janë përshkruar si të bukura dhe të paprekura, ndërsa Ksamilin e quan një ndër destinacionet më të rrejtëse fal gërshetimit të xhireve, ishujve të vegjël, kepave të pëllzuar dhe lagunave që ndriçojnë në rrezet e arta të pasdites. Xhiri i Tafinës në Gadishullin e Karaburunit, një zonë mbrojtur natyrore, përmendet gjithashtu si një perlë rrallë që duhet vizituar. Përtej Bregdetit, Shqipëria ofron edhe një mundësi të jashtëzakonshme natyrore në rajonet e brendshme, veçanërisht vlerësohet Lugina Thethit, e cilësuar si një nga eksperiencat më të veçanta për vitin 2025, e vendosur në zemër të Alpeve shqiptare. Kjo zonë përshkruhet si një peizazh magjepsës me kullot alpine, pyje pishe dhe liçene të kthjellta të rrethuara nga maja të thepisura që krijojnë një atmosferë të rrallë dhe të paharrueshme për vizitorët. Në një kohë kur udhëtarët po kërkojnë përvoja autentike të paprekura nga turizmi masiv, një renditje re ndërkombëtare e destinacioneve më të mira për vitin 2025 vjen pa vende që ofrojnë natyrë të egër, kulturë të gjallë dhe përballueshmëri ekonomike. Sipas raportit, Shqipëria renditet lart në listë për shkak të maleve të saj të egra dhe të ruajtura, veçanërisht në zemër të Alpeve shqiptare, duke tërhequr udhëtarë që kërkojnë aventura të pastra dhe përvoja larg turmave, thuhet në publikimin nga HelloSafe. Ky vlerësim vjen si një tjetër konfirmim i rritjes së reputacionit ndërkombëtar të Shqipërisë si destinacion turistik, duke sjellë më shumë mundësi për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe promovimin e pasurive natyrore dhe kulturore të vendit.